problemi tyne. Unë e di kush nuk duhet me udhëheq, e le ta gjajnë kanë dojnë ata. Nuk duhet me udhëheq LDK-n një njeri që e ka shkatërru LDK-n. Nuk duhet me udhëheq LDK-n një njeri që është nën diktatin e pushtetit. Kush janë këta? Janë Lumer Abdigjiku bashkë me Vjosa Osmanin. Në të gjithë e dim 2020-ën çka i ka ban Vjosa Osmani qësa i LDK-je. E ka pronë 12%. Aja kurse si nuk ka vend LDK. E lemo në dhejsi si heq. Derisa janë këta dy në kryet LDK-s, LDK-ja ka met mes 10 dhe 13%. Unë jam i përbetumi LDK-s, edhe një antar në met, unë e kam e qaj, por jo me qëta njerës. Propozimi jam është për me mujtë që është mendim është, se nuk e di kush. 2 veti kam. Ose Hikmete Bajrami, ose inxhinieri Ermal Sadiku. Mirë, faleminderit. Këta 2. Ermali si i ri, inxhinier, novator, gjitha, besë edhe menaxhues i biznesit vet i shkelqyshu, edhe Hikmetja si një doktor